Moti i keq dhe deti i trazuar kanë shkaktuar përmbytjen e të gjithë sektorin bregdetar të plazhit të Durrësit, duke përfshirë ujërat që kanë pushtuar sipërfaqen e tërë të rërës, si dhe rërën dhe leshtrikun, që janë spostuar dhe kanë pushtuar shëtitorën në thellësi. Sasi të konsiderueshme rëre që janë depozituar në shëtitorën e lungëmarrës së plazhit me rreth 7.5 metra gjerësi, duke mbërritur deri në hyrjet lokaleve e restoranteve buzdetit, të cilë u ka shkaktuar kufizime në klientelën e zakonshme kur koha është normale. Ndërsa lokali i dikurshëm, ku ishte pista e vjetër dursake e hekurudhës, është kthyer thuajse në një ishull. Kjo situatë përsëritet sa herë që në gjirin e Durrësit regjistrohet moti i keq, por ajo që e bën pushtimin e shëtitorës nga rëra edhe më të dukshëm, është fakti se në plazh janë depozituar sasi të konsiderueshme rërës, që po përdoren për zgjerimin e vijës bregdetare. Kështu konstatohet një mbigrumbullime në disa zona të plazhit dhe gryrje të rërës në disa zona të mbushura, ku ka dalë në sipërfaqe argjila si pjesë e tabanit të vjetër të strukturës së plazhit. Rruga asfaltuar e lungëmarrës është mbushur kësaj nga ujërat, rëra dhe mbetjet e shumta të plastikës që kanë nxjerrë deti. Kjo tregon se prishja e strukturave natyrale të rërës plazhit për të sajuar plazhe artificiale me sasira rëre migrante është një nisëm jo rezultative. Plazhi natyral i Durrësit është vetëm mbushur historikisht me rërë natyrale nga dallëzimi i tij, ndërsa teknologjia e modifikimit të plazhit, pa studiuar më parë mirë rrymat detare dhe lëvizjet e erave dhe strukturat e tokës së gjirit të Durrësit, do të mbeten të paefektshme.